Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Inshiqaq, zbritur në Mekë, ajete 25. Përmbajtja e surës El Inshiqaq. Kjo sure, sikurse dhe shumica e sureve të gjuzit të fundit të Kuranit, flet për çështjen e ringjalljes. Në fillim të saj flitet për ngjarjen e tmerrshme dhe tronditse të fundit të kësaj bote, si dhe për fillimin e Kiametit. Në fazën e dytë, kjo sure flet për çështjen e ringjalljes së llogarisë së veprave të punëmirëve dhe të punëkeqive, si dhe për fatin e tyre. Në fazën e tretë, kjo sure flet për një pjesë të veprave dhe besimeve që bëhen shkak i dënimit të Allahut, ndërsa në fazën e katërt, kjo sure pasi citon betimet e Allahut, flet për etapën e udhëtimit të njerëzit, për fatin e tij gjatë gjithë jetës së tij në këtë botë, si dhe për botën e përtejme, ahiretin. Në fazën e pestë, përsëri flitet për punët dhe veprat e mira, për punët dhe veprat e këqija të njerëzve, si dhe për shpërblimet e tyre. Mirësitë e leximit të surës El Inshiqaq. Përsa u përket mirësive të leximit të surës El Inshiqaq, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në një hadith thot: kush e lexon surën El Inshiqaq, Allahu e begaton duke e mbrojtur që libri i veprave të tij në ditën e Kiametit të mos i vi nga prapa korrizit. Në librin Thawabul Amal, në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: kushdo që lexon këto dy sure, surën Infitar dhe surën El Inshiqaq, gjatë faljes së namazeve të detyruara dhe ato vullnetare, Allahu i madhëruar ja plotson të gjitha dëshirat dhe midis tij dhe Allahut nuk futet asnjë gjë. Ai është vazhdimisht në kujdesin e Allahut derisa të largohet nga mesi i njerëzve. Ajetet nga 1 deri te ajeti 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idha as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, kur qielli të çahet, duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë, kur toka të sheshohet nga rënimi i maleve dhe të flak atë që ka brenda e të zbrazet, duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë, atëherë ti, o njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt, ai të cili do t'i jepet libri i tij në dorën e djathtë, do ta ketë të lehtë llogarinë dhe do të kthehet i gëzuar te të afërmit e tij. Komentimi. Përpjekja plot mundim drejt përsosmërisë absolute. Sikurse u tha edhe në përshkrimin e përmbajtjes së kësaj sureje, kjo sure në fillim hapet me ngjarje të mëdha dhe të çuditshme, si dhe tregon mënyrën e çuditshme të përfundimit të kësaj bote. Në fillim thuhet kur qielli të çahet, pra kur planetet do të shpërbëhen dhe sistemi planetar të shkatrohet. Të ngjashme me këtë ajet shikojmë ajetet 1 dhe 2 të surës El Infitar, ku thuhet kur qielli të çahet dhe yjet të derdhen. Me këto ajete bëhet lajmërimi i përfundimit, vjen fundi i botës dhe shkatrimi i saj. Më tej shton duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë. Qielli me gjithë atë madhështi përballë urdhrit të Allahut qëndron si një rob i bindur, është i nënshtruar. Fjala edhinet e ka origjinën nga fjala el idhn dhe ka kuptimin e mjetit të dëgjimit. Përdoret edhe për atë që dëgjon shumë me vëmendje. Në këtë rast kuptimi i tij është eufemizëm ndaj bindjes dhe nënshtrimit. Fjala huqqat vjen nga rënja e fjalës el haqqa, që do thotë e denjë të zbatoj urdhrin e Zotit të saj. E si mundet që të mos jetë i bindur qielli ndërkohë që ekzistenca e tij është nga ana e krijuesit të madhërisëm moment për moment? Nëse kjo lidhje do të shkëputej, qoftë edhe për një çast, qielli do të shkatrohej dhe do të zhdukej. Po, është e vërtetë që qielli dhe toka jo vetëm në fillimin e krijimit kanë qenë të bindur, por edhe në përfundim të jetës së tyre, ata janë të bindur ndaj krijuesit. Këtë e shikojmë edhe në ajetin 11 të surës Fussilet, ata u përgjigjen erdhëm me gjithë dëshirë e të bindur. Disa janë të mendimit se qëllimi i përdorimit të fjalës huqqat është të tregoj frikën dhe tmerrin e ditës së Kiametit, pra ajo ditë është aq e frikshme sa që qielli është i denjë që të çahet. Komentimi i parë është më i përshtatshëm. Në fazën tjetër flitet për gjendjen e tokës kur toka të sheshohet nga rënimi i maleve. Sipas dëshmisë ajeteve të shumta të Kuranit të shenjtë, malet do të shkatrohen dhe do të prishen, kështu që të gjitha të këqija do të largohen. Toka e qetë dhe e gjerë është e gatshme të presë të gjithë robt që do të qëndrojnë në skenë. Këtë gjë shpjegon shumë bukur surja Taha në ajetet 105-107,
kur të pyesin ty, o Muhammed, për malet, thuaj, ato do t'i bëj hije pluhur Zoti im, ndërsa toka do të bëhet fushë shkret, nuk do të shohësh në të as lugina, as brigje. Një gjykatë e madhe në të cilën do të tubohen krijesat nga fillimi deri në fund e ka të nevojshme një vend të tillë për të mbledhur. Disa komentues thanë se kuptimi i ajetit është Allahu tokën ku do të paraqitemi në ditën e Kiametit e ka krijuar më të gjerë se sa kjo që shikojmë në ditët e sotme për të pasur përgatitjen e duhur për të gjitha krijesat e grumbulluara. Në fazën e tretë thuhet edhe të flak atë që ka brenda e të zbrazet. Komentuesit e Kuranit për këtë fakt thonë se të gjithë vdekurit që flinin brenda tokës do të ngrihen një herësh, pra toka do t'i nxjerrë ata duke i hedhur. Ata do të veshin rrobat e jetës. Kjo është ngjashme me ajetin e 2 të surës Ez-Zelzele, kur të nxjerr barrët nga brendia e saj. Gjithashtu në ajetet 13-14 të surës En-Naziat thuhet: por ajo do të jetë veç një fryrje e vetme e surit dhe ata për një herësh do të brofin të ringjallur. Disa komentues thonë se përveç njerëzve do të dalin edhe mineralet e thesarit që janë fshehur në tokë, të gjitha do të dalin jashtë. Ky argument mund të jepet edhe për komentimin e ajetit çdo gjë që është në tokë pranë në brendësi të saj, tërmetet e tmerrshme do të nxjerrin gjithçka jashtë, të gjitha pislëqet më pas thellësia e tokës do të boshatiset me ngadalë. Ajeti 5 shton: duke dëgjuar me bindje Zotin e vet siç e ka për detyrë, këto ngjarje të mëdha të cilat janë të shoqëruara me bindje të plot nga një anë, tregojnë përfundimin e kësaj bote, përfundimin e tokës, të qiellit, njerëzve, thesareve, dhe nga ana tjetër janë argument për krijimin e një pikë lidhjeje në këtë botë, ato tregojnë një fazë të re të ekzistencës. Me këto faza tregohet fuqia dhe pushtetia e Allahut të madhëruar ndaj të gjitha krijesave, veçanërisht për sa i përket çështjes së ringjalljes. Po, është e vërtetë se kur do të ndodhin këto ngjarje, njeriu do të shikojë përfundimin e punëve dhe veprave të këqija dhe të mira. Më pas krijuesi vendos njerëzit si dëgjues dhe u qartëson atyre rrugën, duke u thënë: atëherë ti o njeri që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt. O njeri, ti me mundë e përpjekje do të shkosh drejt krijuesit tënd dhe do e takosh atë. Fjala el-kedhu ka kuptimin përpjekje dhe mundim që shoqërohet me dhimbje dhe lodhje që ndikon në trupin, në organizmin dhe në shpirtin e njeriut. Po ashtu edhe kau që tërheq parmendën dhe punon shumë në trupin e tij shfaqen shenjat e lodhjes. Në tefsirin Keshaf, Fahri Raziu dhe Ruhul Maani thuhet se kjo fjali ka kuptimin gërvishtje që shfaqet në lëkurën e trupit dhe për këtë shkak edhe mundimet dhe përpjekjet e njeriut që ndikojnë në shpirtin e tij i quajnë me këtë emër. Në të vërtetë ky ajet është tregues thelbësor sepse i referohet një dukurie shumë të rëndësishme të jetës së njeriut, i cili gjithmonë gjatë jetës së tij mundohet dhe përpiqet shumë për të realizuar qëllimet e tij, edhe kur njeriu dëshiron të arrijë ahiretin dhe lumturinë e përjetshme që është afrimiteti me krijuesin e tij, përpjekja dhe mundimi është natyrë e jetës në këtë botë, edhe njerëzit që jetojnë midis gjithë të mirave, edhe ata nuk jetojnë larg mundimit dhe përpjekjes. Për sa i përket interpretimit për takimin me krijuesin, në këtë rast si tjetë për takimin në skenën e Kiametit, si tjetë për sundimin absolut të tij, apo si tjetë për takimin e dhënies së dënimit apo të shpërblimit, apo për takimin nëpërmjet intuitës së brendshme, tregojnë se kjo dhimbje, lodhje dhe mundim do të vazhdojë deri në atë ditë kur këto do të përfundojnë, kjo botë do të mbyllet dhe njeriu me veprat e tij të pastra do të takojë krijuesin e tij. Po, qetësia dhe rehatia pa lodhje dhe mundim është vetëm atje. Kjo bisedë që i drejtohet njeriut, i përfshin të gjithë njerëzit duke mbështetur në humanizmin e tyre, tregon të vërtetën që Allahu ka krijuar forca të nevojshme për lëvizjen e vazhdueshme të krijuesit në qenien e krijesave. Ndaj dhe mbështetjet e fjala Rabb tregon se kjo përpjekje dhe mundim është shpërblim për programin e përsosmërisë dhe edukimin e njeriut. Po, ne të gjithë jemi mysafir. Ky kuptim është edhe në ajetet e tjera të Kuranit, te Zoti yt do të jetë kthimi. Më tej thot kthimi është tek Allahu. Gjithashtu edhe në ajetet e tjera tregohet për këtë udhëtim të vazhdueshëm të përsosmërisë së krijesave drejt krijuesit të madhëruar. Por në këtë rast, njerëzit ndahen në dy grupe, sikurse thonë edhe ajetet 7 deri te ajeti 9 të surës që po diskutojmë, ai të cili do t'i jepet libri i tij në dorën e djathtë do ta ketë të lehtë llogarinë dhe do të kthehet i gëzuar te të afërmit e tij. Këto janë personat që lëvizin në orbitën kryesore të krijimit, në atë orbitë që Allahu për njeriun ka përcaktuar kapital dhe fuqi. Po ashtu edhe përpjekja dhe mundimi i tyre është gjithmonë për Allahun, ndaj edhe përpjekja dhe lëvizja e tyre është drejt Allahut. Ata në atë ditë të veprave dhe të punëve të tyre do e marrin librin nga krahu i djathtë. Kjo tregon jo vetëm besimin e pastër të tyre, por edhe të veprave të tyre. Ai libër që vjen nga krahu i djathtë është shpëtim në ditën e Kiametit, si dhe burimi i gëzimit, i lumturisë e i krenarisë për të gjithë ata që
do të jenë të pranishëm në atë ditë. Në kohën që ata vihen në peshorën e drejtësisë, pesha më e vogël për ta do të llogaritet dhe do të jetë lehtësim për ta nga ana e Allahut. Allahu fal atyre mangësitë që kanë dhe për shkak të besimit dhe veprave të pastra, punët e tyre shndrohen në mirësi. Disa komentues dhe dietar thonë se qëllimi i përdorimit të fjalës hisabul yasir është të tregojë lehtësimin në dhënien e llogarisë, pra që atyre të mos u vështirësohet dhënia e llogarisë, por përkundrazi të merren në pyetje duke i anashkaluar gabimet e shumta dhe duke u dhënë shpërblim për mirësitë që kanë kryer. Në një hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: nëse te një njeri gjenden 3 cilësi, Allahu e merr me të butë, me lehtësi llogarinë e tij dhe me mëshirën e tij e dërgon në xhennet. Të pranishmit e pyetën profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, cilat janë ato 3 cilësi, o i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai tha: jepi atij që nuk të jep, mbaj lidhjet me ata që i kanë ndërprer lidhjet me ty dhe fale atë që të ka bërë padrejtësi. Nga hadithi mund kuptohet të merret mësim se kujdesi por pikëmëria dashpërsia në dhënien e llogarisë në ditën e Kiametit ka të bëjë me peshën e mendjes, të njohurive e të diturisë së njeriut. Për këtë fakt, Imam Bakiri, paqja e Zotit qoftë mbi të, thot: Allahu në ditën e Kiametit i merr në llogari njerëzit sipas mendjes që u ka dhënë atyre në këtë botë, ai do të jetë i kujdesshëm dhe i ashpër. Ndërsa përsa i përket fjalës el ehlu janë cituar komentime të ndryshme, disa komentues thanë se bëhet fjalë për bashkëshortët dhe fëmijët e tij besimtar, që atyre do të bashkohen besimtarët në xhenet. Në vetvete kjo gjë është mirësi dhe shpërblim i madh për ata njerëz që do ta kenë këtë fat që mendjen e tyre do ta shikojnë në xhenet dhe do të jenë pranë të afërmve të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Disa mendimtar dhe komentues të tjerë janë të mendimit se fjala ahl ka kuptimin e hyrive të xhenetit, të cilat janë përcaktuar për besimtarët, ndërsa disa të tjerë janë të mendimit se kjo fjalë është përcaktuar për besimtarët që në këtë botë kanë dashur profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe kanë ndjekur vijen e tij. Është e mundur që përmbledhja midis këtyre kuptimeve të jetë e mundur. Hulumtim 1. Merre dijen nga Aliu. Në një hadith të prijesit të besimtarëve, Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, për komentimin e ajetit idha as-sama'u shaqqat, lexojmë: qiejt do të ndahen nga planetet. Ky hadith është kuptim plot dhe duhet trajtuar me saktësi sepse konsiderohet e përllogaritet si mrekulli e dijes. Ky hadith ka nxjerrë në pah një të vërtetë që në atë kohë asnjë nga dietarët nuk ishte mundur ta arrijë këtë. Dietarët e ditëve të sotme me vëzhgimet e tyre astronomike si dhe me teleskopët e mëdhenj dhe të fuqishëm kanë vërtetuar se bota është e përbërë nga planetet dhe yje. Secili është pjesë e sistemit diellor, ndaj dhe për këtë arsye kanë quajtur atë rruga e qumshtit. Kjo është shumë e njohur dhe mund shikohet me sy. Një pjesë e saj është shumë larg nga ne, saqë yjet duken si re të bardha, por në të vërtetë janë njolla të ndritshme të ngjitura pranë njëra tjetrës. Por ajo që është afër nesh janë yje që duken prej nesh, që i shikojmë në darkë. Në këtë mënyrë sistemi ynë diellor është pjesë e këtij planeti. Në përputhje me hadithin e mësipërm, Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë në prag të Kiametit, këto planete do t'i shikojmë që do të ndahen dhe gjithë sistemi do të shkatërrohet. Në atë kohë, kush e dinte se yjet që ne shikojmë janë pjesë e planeteve dhe kjo pjesë e planeteve është edhe rruga e qumshtit. Këtë gjë e dinte vetëm ai që zemrën e tij e kishte të lidhur me dijen e fshehtë dhe burimi i dijes merrej vetëm nëpërmjet Allahut. 2. Dynjaja vendi i vështirësive. Fjala kadihun në jetët e mësipërme ka të bëjë me përpjekjet dhe mundimet e vështira, duke ditur se dëgjuesi është njeriu, atëherë kjo gjë tregon natyrshmërinë e jetës së kësaj bote, e cila në asnjë stad nuk është e lënë më njan nga problemet, mërzitja, stresi, përpjekja, mundimi e të tjerë. Këto probleme si të jenë pjesë e trupit të njeriu, pra fizikisht, apo si të jenë pjesë e shpirtit të njeriu apo të mendjes, nuk ka njeri që nuk përfshihet nga këto probleme. Në një hadith të transmetuar nga Imam Ali ibn Hussein, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: rehatia për këtë botë dhe për njerëzit e kësaj bote nuk ekziston, rehati është vetëm xheneti, kjo botë është krijuar që të ketë mundim dhe vuajtje, gjithashtu edhe ata që qëndrojnë në këtë botë vuajnë e mundohen, ndaj edhe shpërblimet janë dyfishje asaj që bëjnë. Ata që kanë më shumë në këtë botë janë më të varfër sepse ata janë nevojtar të tjerëve për të ruajtur pasurinë që kanë. Kështu ata janë nevojtar të shumë mjeteve dhe sendeve të ndryshme për të ruajtur pasurinë e tyre. Për këtë për të pasurit e kësaj bote nuk ekziston rehati. Më pas Imam Ali ibn Hussein, paqja e Zotit qoftë mbi të, në vazhdim të fjalës së tij thot: kur nuk heqin keq dhe nuk vuajnë miqtë e Allahut në këtë botë për hir të kësaj bote, por vuajtja dhe mundimi i tyre në këtë botë është për ahiretin, botën e përtejme.